Mirëdita të dashur shqiptar. Para 1-2 orëve bëra një intervistë, thash se kush është qeveria dhe kush është bashkia. Na lajmëruan urgjent. E hap në rrugën për në Skënderbeu. Po ngritet 6x6 metro. Dashur shqiptar, jeni të ftuar të gjithë të vini sa më parë, sidomos tiranësit që janë në Tiranë. E kam fjalën jo vetëm për tiranësit e vjetër, sepse Shqipëria ka qenë shumë pak dikur tiranësit. 4-5 familje kanë qenë familje të njohura që kanë punuar për kombin e Shqipërisë. Kurse tani janë 1 milion e ca, të erdhur nga të gjithë vendet e Shqipërisë. Të erdhur nga vendet e Shqipërisë ku kanë punuar për kombin 46 vjet në regjim komunist. Dhe pensioni i tyre është $80 deri $100. Sot ata jetojnë në Tiranë. Jetojnë në Tiranë, atyre nuk del as për ujë dhe as për bukë me ato para që marrën me $80 në muaj. Po ashtu dhe policia. Policia është tamam si slev, punon me $600 në muaj. Të njëjtin edhe arsimi. Të dashur shqiptar, sot është dita e çlirimit të Shqipërisë. Është dita e çlirimit të Shqipërisë, jo nga armiqtë të shekullorës, nuk jemi në luftë. Jemi në paqe, jemi të siguruar. Por është dita e çlirimit nga hajdutët. Është dita e çlirimit nga ata që u kanë vrarë për 32 vjet. Është ditë e çlirimit nga ata që nuk u kanë lënë të pini dhe ujë në tokën tuaj të sërgjyshme. Që u kanë lënë pa fruta, u kanë lënë pa perime që vinë nga jashtë. Erdhi dita e çlirimit të Shqipërisë. Erdhi dita që të bashkoheni motrën dhe vëlla. Erdhi dita që të njihni të rinj që kanë ikur jashtë atë dheut. Ata sot janë kthyer të shumtit. Me qindra dhe mira janë kthyer nga Evropa për ditën e 13. E kam thënë dhe e them, sot është dita e çlirimit të Shqipërisë. 13 qershori do mbahet mend në histori, sepse 2 partit, i pat dhe vetë, unë kam thënë dhe them gjithmonë, nuk kishte zgjedhje, po kishte vetëm arrestime. I pat të 2 partit i lanë qëllimisht, si PD-ja dhe PS-ja, kryetari i KQZ-s lajmëroi para 4-5 ditëve që Partia Socialiste ka marrë 83 dhe Partia e Berishës 50, që s'është e vërtet. E pa dhe vetë si kanë vjedhur njeri me tjetrin. Të dashur shqiptar, 34 vjet ju keni patur hajdutët, ju keni patur ata që u kanë lënë pa bukë, ju keni patur ata që u lanë pa fëmijë jashtë shtetit, pra erdhi dita e bashkimit. Erdhi dita e qeverisë teknike, erdhi dita që të jetë Shqipëria me president si në Amerikë, me 80 deputet dhe 41 senator. Pra të dashur tiranës, të huajt erdhë, që quajtur të huaj nga ju, erdhë emigrantët që punojnë në botën jashtë adeut tonë, erdhë për këtë ditë, erdhë kosovarët, po presin në sheshin, e janë i pra sa më parë të dashur bashkëdhetarë. Unë si dola më para dhe kritikova qeverinë, kritikova dhe bashkinë, sepse ata filluan dhe desh na pengonin. Po e panë mirë dhe hapnë dhe tashi po ngritet ajo tavolina 6 metro me 6 metro dhe ju do shihni shumë gjëra të dashur bashkëdhetarë, ju do shihni këngëtorët që këndojnë për çështje kombëtare, që këndojnë për luftën e patriotëve, që këndojnë për historinë e Shqipërisë, që këndojnë për mërgimin që është jashtë atë dheut. Pra, sot do t'jetë një ditë e lumtur për Shqipërinë, do t'jetë një ditë gëzimi, do t'jetë një ditë afrimi, do t'jetë një ditë që se kush të marri pasuritë e tyre që deri dje i quanin ish pronar. Jo, të dashur shqiptar, jini pronar. Ju do keni pasuritë të mirë prapë si që keni patur. Ju do shihni fëmijët tuaj që të jenë në qeveri intelektualet e vërtet.
do t'i shihni vetë sot që kanë erdhur nga gjithë Evropa, do shihni vajza e djem që flasën 5-6 gjuhë që kombi shqiptar ka nevojë për ta. Kanë erdhur sot t'i shërbejnë Shqipërisë. Kanë erdhur së bashku me mua t'i jenë shërbëtorët e kombit të Shqipërisë. Pra të dashur Tiranës, më dëgjoni me vëmendje. Ejani pra, të ri, të reja, pleq. Ejani, erdhi dita juaj. Erdhi dita juaj që të gëzojnë pensionistët të pak të marrë $600 në muaj. Erdhi dita që policia të marrë $1.200 më 2 javë. Edhe ato janë pak, që është e vërteta. Erdhi dita e arsimtarëve të paguen. Erdhi dita që doktorët të paguen dhe të mos marrë rishfet, si që vend në për spitale, që para se ty spital, duhet paguash me 2-3 vende, pa ty ishte i smuri. Erdhi dita që Shqipëria të ketë spitale të mrekullueshme si në Amerikë. Erdhi dita që të flisni motër vëlla. U erdhi dita bashkëdhetar, gjyshit tuaj, stërgjyshit tuaj ka luftuar me shekull për këtë ditë në lesoqme. Ka luftuar, erdhi koha e bashkimit të Shqipërisë me kufin natyror. Ju e shihni vetë, ky flamur që po shihni dhe do shihni sot para Skënderbeut, 6 metro me 4 metro, do shihni Shqiponjën dhe flamura amerikanë që do valvoj në tokën e Shqipërisë. Unë prap uftoj të gjithve, kudo shqiptarët, në kufin natyror Kosovë, Malizi, Maqedoni dhe toka jonë e djegur Çamëri. Ngrini flamur amerikan, ngrini flamur shqiptar në koridor, në balkon, në qati, në makina, kudo që shkoni, tini krenar që jemi shqiptar. Gjithmonë kjo fjalë përsëritet që ti je shqiptar, je krenar, po shqiptarët kanë qenë me kokë ulur. Emigrantët që kanë qenë në Francë e në Evropë janë tallur me pasaportën shqiptare. Po erdhi koha të dashur shqiptar, pasaporta shqiptare do të jetë pasaport që ka krijuar botën. Do të jetë pasaport që ka krijuar Evropën. Pra, do të jemi ata që do dalim kudo, ambasador, do të jenë që do flasën realitetin e Shqipërisë. Do jenë historianët, do binë historinë e vërtet. Nuk e bën Ceka dhe Gjenushi, po e binë patriotët e Shqipërisë, e binë vërtet historianët e Shqipërisë. Pra, të dashur shqiptar, unë u bëthirje nga zemra. Ejani në sheshi Skënderbe. Ejani në sheshi Skënderbe, se vetëm ai na ka ngelur. Të gjithë nuk i kanë nxjerrë në skenë. Ejani në sheshi Skënderbe, që të bëjmë një monument me pllaka mermeri që në Skënderbeu dhe deri në ajo ministri e mallkuar që ka qenë, ta bëjmë me mermer 2 metro të lartë, të dashur shqiptar, dhe të shkruajnë me Germa Floriri patriotët e Shqipërisë, patriotët e Veriut, patriotët e Jugut, që kanë luftuar me shekuj me serbët, patriotët e Jugut që kanë luftuar me grekët. Unë ja kam thënë dhe përpara. Grekëve u kam thënë, rrini urt. Rrini urt që keni punë me ne. Pra, Çamëria është tona. Erdhi koha e bashkimit të Shqipërisë me kufin natyror. Kjo erdhi koha. Do shihni përfaqësues nga Kosova. Do shihni përfaqësues nga çdo vend që do flasë sot. Ejani për këtë ditë gëzimi. Për këtë dola special për ju, t'u lajmëroj, çdo gjë është në rregull, në sheshi Skënderbeut, jeni të gëzuar, jeni të bashkuar njëri me tjetrin dhe të jetë një ditë e shënuar. Unë u bëj përsëri thirrje disa artistave. Sot është dita e artistave që do njihen që kanë punuar për kombin. Do jetë e artistave që kanë kënduar për këtë flamurin ton. Pra, të dashur shqiptar, do shkojmë në orën 6, ju pres pa durim të gjithë, do shihni stafët ton, do shihni të ministrave që kemi zgjedhur, do shihni shumë gjëra që si keni parë asnjëherë. Pra, do shihni shqiptar, ejani të piqemi njëri me tjetrin, vëlla me vëlla. Jemi një racë, jemi një kom, jemi një fe. Feja jonë është Shqiponja krenare. Pavarësisht se jemi katolik, musliman, ortodoks o krishterë. Vetëm këto 3 fe janë në tokën e Shqipërisë dhe këto do ngelen për histori. Kurse të tjerat të ikën para se të bëhet qeveria, se këto fet janë
e do t'jenë me shekuj. Ne jemi të bashkuar, feja jonë është ky flamur, të dashur shqiptar. Kuq e zi. Mbajeni këtë flamur, se kemi nderë që jemi shqiptar, kemi krijuar botën. Eja një sot të pajtojmë njeri me tjetër. Eja motër të pajtojsh me vëllan. Eja bab të pajtojsh me djalin. Miru pafshim në orën 6 në sheshi Skënderbeu në herojt tonë kombëtar. Miru pafshim të dashur vëllezër.